kemi bërë shumë përpjekje zonja kryetare që rreth kësaj çështje të kemi pajtueshmëri të plotë dhe për aq sa kuptova tashmë është arritur dakordim për tekstin e rezolutës nga të gjitha grupet parlamentare, mirëpo ne insistojmë që kjo pikë të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës. Nuk besoj që ky kuvent ka diçka më të rëndësishme për të trajtuar se kjo pikë. Për më tepër që zonja kryetare, kjo flet shumë edhe për kulturën politike që është duke mbizotruar në Kosovë tani e disa vite. Nuk është turp, as nuk është dobësi që shumica parlamentare ta pranoj një kërkesë të opozitës. Propozimin për rezolutën ne e kemi mbështetur. Kemi propozuar që të dërgojmë deputetët tanë për të konsultuar edhe dhënë kontributin për këtë rezolut. Nga java e kaluar, unë kam kontaktu personalisht dhe kam kërku që të ftohen deputetët tanë. Kam pas takime sot dhe unë besoj që janë para finalizimit gjithësisht dakordimit të përmbajtjes së rezolutës. Në këtë pikë, unë ju kisha lu që ta lëmë sipas rendit të ditës që është i propozuar tashmë, edhe sa po të kemi edhe dakordimin final e miratojmë. Grupi ynë mbështet kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës, që ka edhe lajmi mirë që edhe nënkryetari Gola edhe ekipi që ka përfaqësu vetëvendosje në dakordimin e kësaj rezolute, që ka dakordu për mbajtja, kjo ka përsysh. Që për mbajtja që ka dakordu, në rend pikë të parë, ne jemi marrë vesh në kryesi që veç me u lexu rezoluta, mos me pas debat, me u votu, une nuk po kuptoj për besë, nuk jam ka kuptoj pse mos me dal masi ko ka dakordu për mbajtja, ashtu si shta në kryetarja, pse mos me vendos pikë të parë, pse mos me votu edhe me ecë tutje, çka është problemi? Po qysh kena më marrë vesh na për president Kosovës, kur s'mujna më marrë vesh për një çështje, para menoni me dal prej pikës 10 në pikën 1. Për rendin e ditës, ne kemi një propozim që ka të bëj me rregullorën, të cilën ne e diskutuam më 3 prill para saktësisht një jave në këtë kuvent. Për 9 orë ne diskutuam me shqetësim për rritjen e çmimit të naftës dhe rritjen zinxhirore të çmimeve që i prek secilin qytetar të Kosovës. Dhe për këtë mendojmë që rezoluta jonë është rezolutat të cilën e kemi propozuar këtu dhe masat janë tepër të rëndësishme që të trajtohen para marrëveshjeve ndërkombëtare. Pse duhet të jetë në fund ose të paktën pas marrëveshjeve ndërkombëtare për 2 arsye. E para është kësisht teknike. Ajo rezolut, pas dakordimit final që ne patëm, ka nevojë edhe për redaktim, risistemim të paragrafeve, riformulim në fakt shmangje të gabimeve ortografike dhe kjo bën në rezolut në pastaj edhe gjuhësisht edhe teknikisht jashtëzakonisht të mirë. Dhe e dyta që është fort më rëndësi. Ka një rënd të gjërave. Kuvendi i Kosovës mbi të gjitha është institucion ligjvënës. Përpas ligjvënies e dim që ka edhe funksionin e saj përfaqësues, e ka edhe funksionin e tij mbikëqyrës. Mirë po, realisht, nëse ne e shohim këtë rënd të gjërave, e vërteta për luftën e UÇK-s, s'ka dilem, është gjëja më rëndësishme që ne mund të kemi si kuvend.